Përmende pak më parë fjalën mentorship. Pra ti ke qenë mentore e skuadrës, e njerëzve që ke punu me ta. Po ti veta ke pas një mentor? Gjithkohën. Që në fillimet e mia kam pasur njerëz që jam trajnuar brenda dhe jashtë vendit, kam pasur mentorë që më kanë ndjekur për kohë të gjatë nga jashtë, të cilët më kanë sugjeruar dhe më kanë zhvilluar në hapa të mëtejshme. Kur je si përmarrës, shpesh herë je vetëm në një pikë që ti do të marrësh vendime, patjetër që stafi të ndihmon dhe ka momente që dhe stafi të jep zgjidhje në shumë situata. Edhe është gjë e bukur se ku ke staf të përgatitur të tillë do thotë që je edhe më qetë vetë për të ecur përpara, por është shumë e nevojshme që edhe ne vetë të kemi gjatë gjithë kohës njerëz që na flasin, ose miq, ose mentor, ose njerëz që ne vlerësojmë që të marrim një vendim. Ky podcast u sponsorizua nga Armal Mamaçi Training, kompani e cila suporton misionin ton për promovimin e vlerave dhe sipërmarrjes në Shqipëri.